Përpara se të flas t'i përgjigjem kësaj pyetje, në radhë parë falenderoj Beratin tim, kam ardhur për dashurinë e këtij qyteti dhe dua ta projektoj të ardhmen e këtij qyteti. Jam shumë i lumtur, por i bëj një thirrje gjithë qytetarëve të Beratit dhe të kurorës time që të dalin në votime me dashuri, pa eksese, pa probleme. Unë sot luftën e kam me shtetin. Dhe ata që votojnë Pavlo Shkarpën, luftën e kanë me shtetin. Ne jetojmë në një diktaturë në demokraci, sepse këtu po shikohet një gjë. Shteti po bën shumë gjëra në fshehtësinë e tij. Unë i bëj një thirrje dhe i them nga kjo qendrëvotimi ndjes past kryeministër, diktatura në demokraci. Gjithsesi, të dhash përgjigje me që fole në podcastin tem. Gjithsesi, unë kam ardhur për t'i shërbyer këtij qyteti, për t'i dhënë ngrohtësi këtij qyteti, që qytetari më i thjesht, më i vobekt, t'jetë pjesë e punës sime, sepse kjo bashki ka vite që është mbyllur për njerëzit e thjesht, për njerëzit punëtor, për allëgjin që janë shtuar dhe në mënyrë progresive numri i tyre ka vajtur shumë i lartë. Unë dua t'i jap këtë mesazh. Berati është yni. Ne kemi nevojë për këtë qytet. Berati nuk ka shumë nevojë për ne, por ne kemi nevojë për këtë qytet. Dhe Berati sot duhet flasi dhe të zgjedhë njeriu më të mirë, jo partijaku, që është shkop dhe marionet e atij që sot drejton këtë vend. Sepse unë kam projekte, kam shumë dëshirë për ta ndryshuar këtë qytet, sepse këtu investimet që kam parë gjatë këtij muaji që kam bërë fushat janë investime të kota, pa vlerë, pa jetëgjatësi, dhe maramend se këtu është që këta që kanë drejtuar qytetin e Beratit janë bërë tashmë të pasur, dhe unë i kam prekur plagët e qytetit tim dhe kam thënë që ju me taksat e Beratësve jeni pasuruar. Dhe taksat e tyre nuk i keni çuar te ndriçimi, nuk i keni çuar te rrugët, nuk i keni çuar te kopshet, nuk i keni çuar te qerdhet, nuk i keni çuar te sistemimi i ujrave të zeza që njerëzit po vuajnë shumë dhe kjo është keqardhë. Megjithatë, unë i bëj një thirrje dhe një herë qytetarëve, dilni në votim. Këta duhen përmbysur. Këta nuk kanë vënë vend në këtë qytet, se kanë 27 vite që e drejtojnë këtë qytet. Unë nuk e kuptoj që kërkon ky ministër që dha dorëçi që s'duhet ai kishte dorëçen. Unë e kuptoj që e dha dorëçen për të veshur kostumin ministror. Por le t'i çonte po të kishte dëshirë projektet e tija. Ai nuk konkuron me njerëzit që duhet konkuroj. Pa ai konkuron me partinë shtet, konkuron me biznesmenët që janë pjesë e tendrave, që kanë vjedhur dhe kanë rrashkapitur këtë qytet. Dhe unë po ju them një gjë. Po e mora, çdo gjë do kaloj në skaner, por unë do jem kryetar i bashkisë Beratit, e hapura bashki nga ora 8 deri në 8 darkës, do jetë e popullit të thjesht, do pres çdo njeri, do mësoj hallet e çdo njeriu dhe do bëj atë çka sot ju nuk e mendoni se si do ta shikoni qytetin e Beratit. Sepse Berati, unë kam ardhur ta projektoj të ardhmen e këtij qyteti. Unë ju falenderoj nga zemra gjithë mediat, mos prisni asnjë fjalë nga këto që thash, jepini like, çojani mediave tuaja dhe thojni që Pavlo Shkarpa ka dashuri dhe dua që vërtet ky qytet të lulëzoj. Pse? Se Berati ka një pasaport. Unë si kryetar i shoqatës Berati kam lobuar fort për Beratin në UNESCO. Zoti kryeministri kam bërë me lekët e mia, meqense se rivali im nuk t'i tha këto fjalë. Kam ndërtuar grupin e këngës popullore Shoqëri Fuga në Berat. Kam lobuar për heqjen e një shkembi që ishte rreziku i madh për familjet e lagjës Mangalen, e shumë gjëra të tjera. Por unë nuk dua të ngrej kult individi këtu, por i kam bërë nga dashuria për qytetin tim. Nuk i kam bërë me tendra, nuk i kam bërë me projekte që të marrë lek nga ju, po i kam bërë me dashuri për qytetin tim. Kjo më dallon mua sot nga rivali im. Unë kam dashuri për këtë qytet.
Dhe kush ka dashuri, do e ndërton qytet. Faleminderit të gjithëve edhe një herë, mirënjohës nga zemra, nga thellësia e shpirtit tim. Shumë mirënjohës. Faleminderit.